Policia e Vlorës ka njoftuar arrestimin e 3 personave të cilët dyshohen si autor të pengëmarrjes së shtetasit kosovar Fisnik Xhaka. Sipas versionit zyrtar të uniformave blu, ngjarja lidhet me një borxh të pashkryer, ndërsa 39-vjeçari dyshohet se është mbajtur kundër vullnetit të tij për rreth 2 javë në një banesë në lagjen Osman Haxhiu në qytetin e Vlorës. Të arrestuarit pritet të dalin para gjykatës për verifikimin e masës së sigurisë, ndërkohë që Palambrojtse ka dorëzuar materialet e saj në dosje. Avokatët e të dyshuarve kanë paraqitur video dhe fotografi të cilët shfaqet i riu nga Kosova së bashku me personat e arrestuar duke kaluar kohë së bashku në ambiente të ndryshme. Sipas mbrojtjes, pamjet tregojnë se personat njiheshin mes tyre dhe se marrëdhëniet kanë qenë të qeta dhe pa shenja dhune apo presioni. Në video dhe fotografitë e paraqitura, ata duken duke drekkuar së bashku dhe duke komunikuar lirshëm, çka sipas avokatëve përjashton elementët e një pengëmarrjeje. Mbrojtja pretendon se Fisnik Xhaka ka ardhur vetë në Vlorë i pajisur me valiçe dhe veshëmbathje personale me qëllim për të qëndruar aty për një periudhë kohe. Gjithashtu, sipas tyre, denoncimi për pengëmarrje është bërë nga motra e tij e cila jeton në Suedi, pas shqetësimit për mungesën e kontaktit me të vëllain. Avokatët sqarojnë se 39-vjeçari u kërkonte para familjarëve për të shlyer një borxh për të cilën kishin dalë garant dhe se gjithë situata është keq interpretuar nga familjarët dhe më pas nga organet ligjzbatuese si një rast pengëmarrjeje. Nga ana tjetër, shërbimet e policisë gjyqësore kanë gjetur në banesë ku dyshohet se mbaj peng 39-vjeçari dhe valiçën me rroba dhe sendet e tij personale. Ky fakt sipas mbrojtjes forcon pretendimin se ai kishte shkuar aty me vullnetin e tij dhe jo në detyrim. Megjithatë, në pamjet filmike të dorëzuara tashmë nuk dallohen qartë data dhe ora e regjistrimit. Ato tregojnë një sjellje të lirë në komunikimin normal mes personave të përfshirë. Hetimet për këtë çështje vijojnë, ndërsa pritet që gjykata të vlerësojë provat e paraqitura nga të dyja palët dhe të përcaktojë nëse kemi të bëjmë me një pengëmarrje apo me një konflikt të natyrës financiare mes personave që njiheshin më herët.